Tregtarët në tregun e madh të Gjakovës edhe sot po bënin tregtimin e artikujve të shumt siç e bëjnë çdo të hënë. Në gjithë hapësirën e tregut u pan të ofroheshin për konsumator prodhime të ndryshme vendore nga bylmeti, pemë e perime e plot artikuj të tjerë të veshmbathjeve dhe gjësendeve tjera. Por përkundër laramanisë së produkteve, blerësit edhe sot ankoheshin për çmimet e larta. Çmimet tijas vetë me të kaltu. Por si ma standard, nuk është trajta. Por përkundër ankesës së konsumatorëve, tregtarët arsyetojnë çmimet e produkteve që ekspozojnë, madje thonë se puna e madhe dhe mundi gjatë gjithë vitit në bujqësi nuk po shpërblehet siç duhet në treg me çmimet ekzistuese. Tamam, si është trajt. Qysh do të mi punu ton vitin nuk janë. Për mus janë, që unë vetë i bojna me burrin krejt. Sa janë zblenja, veç që nuk kem Gjakovë me shqit malë, i bënëm. A mos janë shtrejt, veç që në që gjinja peshë. Dojnë me ranë sheher e mos me punu. Heq, kur gja, mi marë hasdër s'ka më trejem. Se tonë divnin e punojnë bashkëllakin e pera me qitë në treg. Ndërsa një tregtar sot u ankua për infrastrukturën e dobët në treg, duke mos përjashtuar edhe mungesën e fuqisë blerëse. Tregi midis lloqit. Paguim doli edhe tëra, me hi këtu, që e rëmëni është, s'është ku konë heqë. Bele tish asfaltet, tish derë me qitë, thesin me qitë lakna, për që në lëqë, shqiti pak ka, se s'ka popull me marë. Për para i merë këri familje 200 kila, 300 kila, tash i merë 30 kila, 40 kila dhe s'ka tjetër. Derisa puna në treg vazhdonte në ritmin e njëjtë, dikush duke shitur e dikush duke u ankuar. Në këtë të hënë, infrastruktura dobët në hapësirë ku ekspozoheshin produktet i binte në sy secilit njeri që ishte prezent.